Diskutimet e fundit mbi projektin e parashikuar në Zvërnec kanë sjellë reagime të ndryshme edhe nga qytetarët e Vlorës. Në intervistat e tyre, shumë qytetarë shprehin se projektet e tilla përbëjnë një mundësi të mirë zhvillimi për qytetin, ndërsa të tjerë theksojnë se duhet të informohen dhe të njihen më mirë me detajet e projektit dhe ndikimin që ai mund të ketë. Megjithatë, në përgjithësi, qytetarët e Vlorës e konsiderojnë këtë projekt si mundësi më shumë për zhvillimin ekonomik dhe turistik të Vlorës. Shumë të bukur. Unë jam ndërtues. Si e shikon projektin në Zvërnec? Si ata që janë bërë dhe si ata që do bëhen në tashme. Mendoni që të sjellë zhvillim Vlorës? Dhe Shqipërisë, pse jo? Po ju keni drejtën tuaj për pyetjen që bëni, për një problem është ne si popull s'dim asgjë se çfarë bëhet. Është normale që sikur të jetë për zhvillim mirë do jetë. Po për çfarë përfitet nuk e dim. Tu s'është afishuar gjë këtu, afishim me bën plot, por kjo s'është afishuar gjë, është një projekt. Megjithatë, mund të themi që projekte të tilla të mëdha janë të rëndësishme për zhvillim. Të rëndësishme janë, shumë të rëndësishme. Vlora ka marrë zhvillim apo jo? Normal, ka marrë zhvillim, nuk se s'dorim në 1900 akoma ka ecur para, po kjo përse krijohet ky problem nuk e kupton dot diçka ti popull. Ka edhe pluse, ka edhe minuse. Mendoj si të zhvillim. Po, mendoj do ketë vende pune etj. Minusi që do kthesh çdo gjë private, s'do lejnë shqiptarët do të kalojnë atë territor domethënë. Më thatë të sjell vende pune, mendoj që do ketë dhe zhvillim të zonës por të Vlorës, pse jo? Mund të ketë, duhet të ketë. Unë kam luajtur futboll të Zvërnec, po te plazhet të lezetesh. Vendi mirë kanë zgjedhur ata. Mendojnë që projekti duhet i mirë për zhvillim, si thua? Ata kanë thënë që 4 bilione do investojnë. 4 bilione nëse do jetë mirë. Çfarë zhvillimi do të sjellë si pasojë? Zhvillimi do vinë miliarderë në Vlorë, do jetë qytet miliarderëve Vlora. Ditët e fundit, debatet mbi projektet e parashikuara për zhvillimin e zonës përfshirë dhe Zvërnecit kanë ngjallur interes dhe diskutime të shumta. Edhe vetë qytetarët e Vlorës kanë dhënë mendimet e tyre lidhur me këto iniciativa, duke vlerësuar se përfitimet e mundshme ashtu edhe përvojën për më shumë informacion në zbatimin e tyre.